e kam në diskutim çuna dhe goca ju që dëgjoni se jet në një fjalë nuk kam kunja për gjë me njerëje. Bëj thjesht për mua bet se tani i bie ndryshe të rrim ti themi po ke drejt, po ke drejt. Unë se bëj dot atë edhe bëjnë një diskutim. Tani unë them kështu se nëse ti do hapësh gërgëri nesër, këta thjesht do ndrojnë fush vlla, futboll do lozin dhe atje. Lojtarët janë të njëjtët, do ndrojnë vetëm fush vlla se këtu po bie shi, do vende fusha tjetër. Jo, profesor, problemi është këta zotnit që janë të hap platformë, këta nuk e kanë as mendjen që platformën me hap për shqiptarë. Sepse jemi vetëmi popull që degenerohemi dhe degenerojmë e fliqim nga goja nivel botëror në çdo rrjet social. Kështu që 1% i shqiptarëve që do të marrin pjesë në platformë, edhe ata do të jenë shumë të kontrolluar. Platforma s'do t'ja lejon njerit gjallë që me ndodh ajo që ka ndodh në platforma tjera, sepse unë kam harxhu 3 vite kohë të marrë me studimin e platformave tjera. Edhe nëse unë e shkoj dhe lejoj që të bëhet njëjti gabim si që është bën platforma tjera, do me thonë, unë të gjëm rrotëkari, më falë shpreje. S'po kuptoj që kur gjonë këtë jetë. E problemi që ndron këtu, që pjesa me e madhe, ti ke shumë të drejtë, ti ke bërë ato planet e tua, në rregull. Tani, ishte ai aplikacionin tjetër, Fiberi, dështoi për mos menaxhim, e dim të gjithë. Unë madje, e di cila ka qenë arsyeja që them se ata dështuan. Ta them hapur, e kam thënë edhe atëre, privilegji që ata bën te një ser lojtarësh apo gifterash haptazi më shumë se sa duhet. Sepse njerëzit bën xheloza dhe masa, le t'jetë milingona, e ha një karkalec, le t'jetë i madh sa të doj. Mjafton ti ngjiten njerë mirë dhe ky ishte gabimi që bën ata. Tani këtu te gërgëri, do i lesh, se mund të dalin fytyra të reja, del një doktor, unë jam profesor, del një doktor. Ky është Klevis Qela, del një Qela Klevis. Ky është Nazar Olsi, del një Ols Nazari. Ndryshohen, vi fytyra të tjera. Tani, do jemi atje te gërgëri një lloj të gjithë, dhe mund të ketë hapësirë për të dalë njerëz të rinj, apo do i profesori do t'i vjen lajmi 50.000 veta, pse se është profesori? Se këta e bëri Fiberi, ore. Vjen profesori, kur vjen profesori, apo vjen Olsi, apo vjen Klevis, apo vjen Sami, është një numër platformë, si çdo numër tjerë. Nga niterin 5 milion, është dikun mes numrave. Nuk më intereson se kush o Klevisi, ose Olsi për mund privat, ose profesori. Me ba fjalla, ty thua do ketë meritokraci, ore se kjo është biznesore, dhe pra të që hap live-in. Platforma ka një policy të veçantë, si që kam edhe në firmat që kam. Une, konfidencë nuk i dha kur kujna në firmë. Kam që 25 vite firmin, kur konfidencë si kom dha njeriut. As klientit, as punëtorit, as sekretarit, as shoferit, as njerit gjallë. Pra mbana të marrëdhënien ose atë raportin që duhet mbajtur në respekt të punës apo të si me kërë të raporti që kena? Mua, prej ditës parë, deri me sot, ende më drejtohen me ju, jo me ti. Se nuk ja vdhaun e këtë mundësi me pas ata konfidencë me mu. E drejt. Aty ku s'ka konfidencë, respekti është ma i madh edhe puna kryet aq ma mirë, se çdo kush e ndin veten nivel të vetin, e ndin veten të respektuar për atë sa e meriton edhe kry muhabeti. Në rregull, tani do të bëjmë pyetje drejt për drejt. Ti do jesh menaxher aty. Hap Klevisi gërgër. Çmendet Klevisi, të mban krahun ty gjithmonë, thotë semi më i miri, semi kështu, semi ashtu, dhe më sha në mua tër ditën. Nuk ka shans. A do mbijetoj Klevisi tek ai programi, do ketë akses këtu të bëj dot live aty, vetëm se të mburr ty për shembull, me pak fjalë të bën fresk na topet njëri. E mira e kësaj platforme është
që nëse njëherë bllokohet një person për arsye që mund bllokohet, nuk do të ketë më akses. Ore ti bje shkurtu në vlla, ti ke pasur me një fjalë përplasje po e zem me banditin, se nuk më mërzitet banditi. Ore, hyn njeri aty, shanë vetëm banditin ai, edhe ty të mburro vlla, ose me të drejtë ai ty mund të mburri për hesabet e veta. Mirë po shan banditin. Do iki ky, do hiqet qafe, apo do bëhet live? Allah, dëgjoj profesor. Po çdo kono profesor, po shajt fika, besoj se do i bëj. Derisa unë jam menaxher, unë kam vendos rregulla në platformë. Kjo ai që i bllokon e ja u hap. Ore, marrë vesh si e ka rregullë, jo ti personalisht ore. Rregull si e ka. Janë personat që sipas rregullores janë të trajnu një kohë shumë gjatë, ka ma shumë si 6 muaj. Personat me momenti që sistemi i kap, që ofendojnë, që shajnë, ai person bllokohet me kohën ai Zoti që ka zbrit në tokë. Okay, edhe ka thonë, unë jam Jezusi ose unë jam Muhamedi. Unë i thonë ti Jezus edhe Muhamed, se ty t'jeni të bllokuar dhe hecni ka keni ardhur. U kry Muhamedi. Ore, unë ta them edhe ta them kështu pa të keq. Ai aplikacion, apo çdo aplikacioni është biznes. Që ta kuptoj publiku sa çdo biznes do menaxhim. Në qoftë se ai aplikacion që ju po hapni, që po bëni kaq publicitet fort, se publiciteti është i fortë. Edhe 80% e punës së aplikacionit publiciteti është. Ajo pjesa tjetër ekonomike dhe këto tjera 20% janë. Publicitetin e keni bërë, keni lënë në pritje, po presin njerëzit sy e vesh në atë 4 anët kur do dali. Jetë se sa njerëz ka që mund të kontrollojnë te Play Store, a është hedhur apo s'është hedhur akoma. Tani, ideja është këtu që unë mendoj, në qoftë se ju do lini meritokraci dhe do dalini aplikacioni të lirë që të çaj ore një izina Senegali që rëndësi ka. Ai ka për të ecur. Ama në qoftë se do hyj Ols Nazari, si çym te fiberin e ore. U thash unë atyre çunave në Shkodra, se kam qenë telefon me ata. I thash e keni gabim, mo çuna, i thash, lerini njerëzit kush të çaj. Jo nuk di gjë ti, ma ka thënë live ai menaxheri. Nuk di gjë ti, më tha, mua na kafeja në Shkodër, di gjë unë i thash, po ti i thash, mund kesh pasur lekë të ke hedhur, 150.000 euro. Po këto janë i thash gjëra që studiojnë, duan çik kapacitet për t'i kuptuar. Jo tha ne do marrim këta tha që kanë audiencë. Po i ka parë populli thash, është lodhur. Merrni njerëz në rruga thash, edhe nxirini aty. Se prandaj e dua Mimoza Ahmetin, çaja ka ajo ore, që ka dalë te ferma VIP. Ja ka putur portës ajo, mora rrugën me makinë, tha u futa për Tiranë Prishtinë. Edhe e ndjekin njerëzit miliona. Janë mërzitur, nuk duan të shikojnë me Sali Berishën, hynë në TikTok e shikojnë 200 veta. Dhe prandaj them, nëse aty lejohet meritokraci, mendimi im, të dalin në fytyra të reja, jo uno, jo Klevisi, jo Nazari, jo vlla, nuk e kemi me ta pinë në rrjetin social. Ne le të futemi prap në sprint, në vrap, në provë. Po e marrim do të vendi, le ta marrim ne. Po jo ti këtu se ty të takon. Po jo, se kam kush ma dham. Unë le ta marr prapë, kjo është tjetër garë, o vlla. Si, jam kampion boksi unë, të bëhem e kampion noti. Po dale ose është boks not. Dhe unë këtë e them, dhe këtë pjesë unë e kam si kështu, se do jetë i vështira i presioni që do ju ushtroj shoqëria juve, si ty si menaxher apo rrethit tuaj shoqëror. Presioni do jetë shumë i madh. Ere semi, se po duash ti e ben, semi, më futu mua të kem unë gjoja 5.000 veta live, le të kem 100 që më ndjekin, që të më vinë, se ne, osem, unë me logjikën time, po të ule, me laps me letër, unë zjerë ekonomin, që kam pjesa me madhe këtyre TikTok-ut, sa lek mund të kenë këta, dhe kush ka lek e kush s'ka. Pjesa me madhe këtyre që bëjnë live, më shumë lek kanë ato femrat, o vlla, që rrinë atje rrotullojnë ka rike, thonë thank you London. Se këta të tjerë dilozin bijos. E kupton, ato thank you London, ato po moshin bankën. Po sharive ka më kjo ti si e fare në lojë, o vlla, ti e pozicioni jashtë lojë. Syve, profesor, ta thom një gjë. Dhe mua e kej pat kjo. Kjo s'kam asgjë me ty, o Klevis rri qep. Po se ka dhe e kam lartë, o Klevis, gjuaj, o Klevis, unë gjuaj.
Ky nena Kjo e ka larg. këtu. Po doj me thonë e gjo për nena, e thot këtu pina. Profesor, më dëgjon. Po. Tim qetër, ke vizim, ose Përderisa unë jam shumë i mendimit se i kom ba këto gjana edhe në biznise tjera që kam pas e kam në përdor. Jam i mendimit se një njeri që hap një biznis të ri disa vite duhet të investoj në atë biznis për mi pa rezultatet ma vonë. Po, e drejt. Përderisa kam vendos që fitimet t'ju shkojnë 75% lojtarëve normal dhe 100% njerëzve me nevojë dhe me 25% të mirë mbahet platforma, unë nuk kam vendos që vitet e para me pas fitim platforma. Që do me thonë me këtë fjalë, mus më intereson fare që profesori ka 200.000 shikus në TikTok ose Olsi ka 1 milion e me artë të unë në platform, mu regjistru e mi bot njëjtat gjana që i ka bon TikTok. Unë e kom thanë shumë herë edhe pja o përsëris dhe juve dhe ndigjon ju që ka jeni këtu present. Për mi 23.000 shqiptar janë listë cest futnin nga që këj person që po fol edhe nuk do të kenë fare mundësi që të regjistrohen në platformën kërkër, pa marrë parasysh që a ka shikueshmërin 500.000, 1 milion apo 20 milion. Ka njerëz me shikueshmëri shumë të lartë në TikTok që janë ndër të parë në listë që i kom fut në listë zezë që s'do t'ja dha mundësin mu regjistru fare. Sepse i njoh sikur xhepat e mi. Unë e di që do të futet që janë fut platforma tjera, një javë ditë do të rrinë mirë, mas një jave do të publikojnë mi bloku. Për atë arsye, s'do t'ja dha mundësin fare që të futë mrena. Pa ma parasysh sikur shumë pyetje. Jo lejo në Unë- rregull e drejt. Do ta menaxhoj një platformë për detyrën që ma kanë dhënë edhe unë ju marrë vesh me pronarët. Ose do të ma jap një kartonin e gjelbër të veproj 100% pa pas nevojë me kërku këshilla nga ju çdo ditë, ose gjeni dikon tjetër e le të mirret me këtë biznes. Pra me pak fjalë je vetëm menaxher aty, nuk je pronar. O më i famshëm veri. Apo je bash pronar dhe ke marrë 100% menaxhim. E kom marrë 100% menaxhimin. E kuptoj. Jo, unë ta them një gjë dhe e them kështu në publik fare. Në qoftë se programi që ju do hapni, aplikacioni, do ketë favorizim të X-it apo të Y-it, është diçka që ka për ta rrëzuar dhe për ta çuar në tokë. Në qoftë se, sepse po të bëhet kjo gjë, i bie që do bëhet një punë shumë e madhe dhe ky hap i vogël për t'u lidhur me botën, ky hap i vogël i gabuar, është sa një fije peri, po kupuda ajo nuk e lidh dot me. Dhe ka për të ndikuar shumë negativisht dhe nuk ka për të pasur shans dhe më po ta them, edhe provojnë ose në qoftë se bëhet kështu. Në qoftë se do lejohet që të marri jo me meritokraci, por në bazë shoqërie dhe gjoja kjo fama e Instagramit, se këta vipat e Instagramit, po ti kërkosh ti sim, më të shumë të ti kenë TikTok, mblidhshin, hanin paçe pilaf për t'i bërë reklam lokali se s'kishin për paguar paçen e pilafin. Edhe ikni me autobus për në shtëpi, edhe bendin edhe një durrës morin reklam tjetër, apo durrës Kukës, apo durrës Tropoj, apo durrës Sarand, apo Sarand Tiranë, apo Lushnjë Kavaj. Edhe bënin ato reklamat. Dhe, sinqerisht, TikToku, unë nuk kam parë të ketë imazh Instagrami apo imazh Facebooku. Këtu dolën ajo Bela Porç, doli ai Iziu, ai çka ka Kabi Lem çka ka ai, dolën njerëz që nuk i njinte njerëzimi fare që ekzistonin si creator. Kështu që, në qoftë se ju do bëni një program serioz dhe do lejoni të dali ore ky avatari që bën meme, të bëj live o vlla, të vazhdoj programi, ta ndjekin njerëzit. Por hajde ndjekin. Po jo të dalun. Edhe të më shikosh mua prap ti, të mbi unë aty ty, në çdo lloj programi të dalun aty para. Po kush jam unë?
Kush jam unë? Sheve, prove, në çdo social internacional, çdo platformë nivel botror përveç platformës që quhen në klapa shqiptare, Fiber, përqindja e rëndësisë që kanë shqiptarët në këto platforma është 0.001. Po Fiberi të shqiptarë të bazua. Ju futën Tiranës ata për të bërë reklama aktorët e Portugalisë. Profe, ata që kanë bë, ajo është nivel tjetër i biznesit. Është nivel me koeficient 0.01 për sukses. Qyve, njerëzit që mirën me biznise qindra milionëshe, mendojnë se si me rrit biznisin prej 100 milionëve në 1 miliard. Ai njeri i cili e kupton se çfarë fitimi mund të sjellë një ditë një platformë siç është kjo e TikToku, ai investon. Edhe gjatë investimit, ai ka parasysh gjitha gjanat që mund ta pengojnë udhtimin deri te ajo ditë që platforma atë investimin që ke bërë ta kthen mrapa edhe t'jep fitim. E mendon natë ditë. Dakor që e mendon osem. Tani për diskutim. Po ta them se ndryshe, po që se më ndonjë gjë shumë kështu, Miguel, e lan fare. Asnjëri nuk do të dështojë në biznes. Miguel, asnjëri kur hap një biznes e ka studiuar, e ka parë, ka bërë ato planifikimet, ama vjen një moment që hop ngret duart edhe dështon. Dështimi se do askush. Tani, kjo e rrjetit social që është si TikToku, ky programi që ata hapën fiber, dështoi për mendimin tim për keq menaxhim, për zgjedhjen e reklamimit, bën gjën e gabuar. U morën me njerëz që than, po, na jep atë 5.000 ti ta fusim te xhepi. Edhe i ka unë se do bëj reklam të televizori, vlla, se ha bugatia unë, kjo është momentale, kjo e jotja. Dhe këta nuk e kuptuan se si, qysh tek, këta më mirë të kishin dhe në lek. Hidhje video me rje lek. E do hitha i fshatari që vinte me dele tër ditën ore video non stop, 24 oraj. Të merte 10 euro në ditë ai, se po vinte edhe me dele, për atë do ishte arritja gjëja më e madhe që mund të ndodhte. Edhe do ishte reklamuar vetiu, do ishte hapur se njerëzit do merrnin lek. Po ata çfarë bën zgjodhën t'i japim kujt beut, sa t'i japim beut 50.000 euro. Na o beut 50.000 euro. Po beu ka 5 milion euro të tjera te banka, do merret beu me ty? Beut si hyn në sy. Ata i dhan lekët atje ku nuk duhej. Tani, ky aplikacioni që ju po hapni. Prandaj po të them, si do funksionojë valla? Bëjni video, do të marrin njerëzit lekë valla. Lekët që i hedhin këtu, le të marrin njerëzit, si do t'u trashin bythën gifterave. Dëgjoj profe. Çdo njeri që quhet vetëm biznesmen, edhe çdo biznesmen para që të futet në një biznes e bën një feasibility study, quhet. Do të thonë i bën gjitha analizat e mundshmet pa pritura. Në okej, nxjerr ato 1, 2, 3, 4 raste për një fjalë, A, B, C, ç'a mund të po. Edhe çdo biznesmen i cili për X arsye e hap një biznes duke menduar që me 5 tjegulla e mbulon komplet qatin, a i ka falimentu pa e hap hiq. E këtë jam dakord me ty, se ata në 80% 4 tjegulla kanë pasur e thanë një do na dalë rrugës do ta gjejmë. Nuk mund është ti me bo një pun me 5 shpirta që ti kontrollojnë 300.000, 400.000 shpirta që të cilën prej mjesit e rindark. O, profesore! E drejt. Pra, kjo është ideja, mi fjallë, që... Po, është kuptuar kjo, se si funksionon, se shanset që një aplikacion i tillë të eci, janë 10%. Po dhe po shanset reale. Klevizin e ke? Ha? Me klevizin e ke? Olla, klevisi është, për momentin, klevisi është mbrapa porte. Nuk është klevisi në TikTok, kupton ti apo jo? Ky ka nxjerr veten në olla, është mbrapa porte ky, të tjerë po lozin. Ky është mbrapa porte, e ke parasysh, është fusha e madhe, mbrapa portës është një fushë e vogël, vëlla që lozin me porta të vogla. Klevisi është atje për momentin.
Ose të fusha kryesore, vlla tani ka kaluar, është e fushë vogël lëvizje, lare Kush është lëvizje. me raporte, unë të ndaj fjama, po losa. Kam nga të smën, Po ti e kupton që ty të ka kapu lista e zezë, nuk merr pjesë të kaj programi tjetër, që duhet legu sheshit apo jo? Ku të profesor. Sami? Po ti po se pas ke kuptuar, kur themu që jem raporte, po ti... Po mirë, po ka kapu qatë bëhet. Jo, dalimet këto lejohen, o vllai, vetëm sharjet, ofendimet, këto s'lejohen. jo, ka kapu Ty do lista të vetë, shumë, ju. dale një sekundë, dale ti, prite. Tu të qaj me komente, kurse atje nuk të qajnë do. Edhe Atje vjen duhet- qetë për qetë, do për të gallat, Gjojës, dhe dënimet lejon, i e fix. që e thua? Po pra, po Ure. këtë qaj me li për shpije, pa lidhje kop, sa hap live-in. Kurse atje së qanë do t'jiri. Nuk e të gjoni qa po thotë semi, apo? Po i thot, ata që shajnë, thot, nuk do hyjnë, ti shanë, s'rrit do të pashar komentusit. E kontrollon do të veten ti? Kush për shkak komentuesit, na bësi kur je avukati i popullit, na qive maçën. Ore, ti shanë njerë, ti ku qaj me komentu? Dëgjoj Ore, këtu, ku atje do shanti me të... koment aty, nuk shanti? Po prit, ore, po tani u këtë Ore, po të flasë të vërtetën, gjonë. Allah, të e realitetin. Ku qaj me koment këtu? Prit, Ore, o dale, plevis. dale. Ku qaj me koment Të këtu? Shanti? aty more. Do ta Ku qaj shpjegoj jeni unë. me koment e dron një herë, dy herë, tre herë? Aja, të përgjigjen, apo? Një sekond, sa po më shau njeri, faleminderit ti që më shave. Ha, I thoj do ti qa? faleminderit njeri që të vitë shaj tani? Unë i them, o Si, vlla. faleminderit. Me fjalë, erdhi njeri I këtu kam më të shau. faleminderit, i kam të njërë faleminderit, një herë, dy herë, të tretën ja kam desë dhe unë. O vlla, ja, erdhi më shau një tjetër, thot Levisi e shpallosh. Faleminderit. Faleminderit, la, të qif sharop të shpis. Ja, e shikon, ti nuk e kontrollon dot veten. Se bën Ti se profesori kontrollon dot veten, ere. Ore Klevis, ti nuk e kontrollon dot veten, kurse unë e kontrolloj. Ha, Po vjen e qa kontrollon. kontrolon ti qive më kontrolon ti jetë? Ore vlla, ti aty Nuk ka qoftë njëri se që kjo- s'der një na vetë, ja vlla. Edhe po të O, duash, vlla, ti- në të TikTok pidhë motre, nuk ka pidhë motre që s'der një na vetë, ja vlla. Ti, Se të nxjerrin, dëgjoj ne një po sekondë. s'deshe ti, po s'deshe unë, po s'deshe Nazari, apo po s'deshe Semi. Ore, apo ti kush nuk do mbijeton që- dot Të atje, nxjerrin, valla, ti do, me s'mbi- pahir, të nxjerrin. Ti nuk mbijeton dot atje. Të nxjerrin me komente, se çfarë në familje. Gari, gari. Levis, ti nuk mbijeton dot atje. Ose më Ore, kur do... të me kam tekin e mua Atje ka të Tu TikTok të shajno, jo vetëm mua, ty, tjetër, sekond, kush do o, qoftë? Levis. Me koment. Një sekond. Da ta pyesim kur do hidhet në trego. Kur do hidhet në treg aplikacioni, o Levis. Sa njeri edhe mas larg një muj do të thotë se kishim ditë që Sami të koka kësi personi. Si? Sa njeri do të thotë edhe një muj, kur të hapet platforma, nuk e pas kem kuptu asnjëherë këtë Samin se çfarë personi të koka. Jo, faktikisht me dhënë të drejtën, janë shumë të pakta ata që ta kanë lexuar gazetën ty. Këta ta them unë, ta ka dorën zjarr. Në qoftë se ti ke njohur në TikTok, nuk flas për pjesën e shikuesve, flas për ata që ke njohur. Pjesa më e madhe ty nuk ta kanë lexuar gazetën, nuk ta din fare ku të rajnë që kanë. Ta garantoj unë këtë. Publiku është më larg akoma. Është i thellë shumë Sami mua beten, gjesten, veprimin. Ku shumë i thellë. Shumë fare edhe. Për zotin shumë i thellë është. Është tani ti flasim gjëra të ashtu që valla është njëri që sinqerisht këtu bën si budalla, i kanë atje matan si zgjuar, i kanë atje tutje bën si çyryk, i kanë atje matan bën si i fort, i kanë atje më tutje bën si kur me vesh na futbolli, i kanë atje matan sa është çuar na gjumi. Është I legjendë. këpuca me fjalë në vete të ndryshme e vendosë veten si mbas live-it. Hyn aty, pap, e do live-i tjetë si për të ndjell. E tha djeta, e tha Ajta djeta. marrësh vesh ti, E tha se djeta, ku po i prof. los truri. O prof, e tha dje që ja kishte thoni profesori vet, ku kishte qenë i ri, që në qoftë se ti nuk dit për shtatësh, nuk do bëhesh kur biznesmen i fort, a kupton? Si as kush me fjalë këto. Tyve, ose do jesh i gjithanshëm, ose nuk do të arrish sukses në jetë. Po be? Kjo është drejt. I gjithanshëm është me të shku biseda me Klevisin, që është nervoz ose i qetë, me
haverin që e fut një kapelin një natën tjetër e ndron kapelin, ose me profesorin, këto 20 ditë palestër, e vjen a qanë trapin këtu. Ja që ka bona për palestër. E parasysh. Doli një Shikoni që fat shoha. Botën cica. Nuk mundesh mja fut vetëm një autostrade. Duhesh mi ndrua autostradat si mbas nevojës. Vore dakord. Në autostradën që ec Klevisi, edhe që është më e shkurt, do t'jetë një aksident trafiku atje, edhe jetë 5 orë i bllokum trafiku në kombrim me 5 autostradë tjera para Klevisit. Ke parasysh? Ideja është... Lunga është më rregull, lunga është në Unë ju përshëndes shumë se erdha ku në destinacion, ishte kënaqësi të ri me juve, O sama. dhe do shifemi. Vazhdo se vazhdo të... Atë rrugën që Jesh ke mirë. Faleminderit. Fra. Ciao. E vërtet.